Një vështirësi frymare nuk mund t'ja lëm verës. Nëse ti ke një vështirësi frymare ndryshe nga të tjerat, pra ke një frymëmarrje që është ndryshe nga të tjerat, apo paraqet në ngjitje, në malore, kur ti ngjet shkallët, ndjen nevojën për të pushuar, pa për ta vazhduar pastaj ecjen, duhet të tërheqi vëmendje. Tjetër është sekrecionet. Sekrecionet janë, thash, nëse reflektohen me kollën e një njeri normal në episodike kolle, janë akte reflektore pastruese. Por nëse këto sekrecione zgjasin apo bëhen me ngjyrë, sigurisht dhe këto tregojnë për prani inflamacioni dhe mund të bëjmë një diagnozë diferenciale pastaj mes bronkitit apo më ndryshe mes tuberkulozit kur kemi sekrecione apo kur sekrecionet na bëhen dhe me gjak. Pra, ka hapa mushkëria. Mushkëria vet nuk të bën zë, po të jep shenja shpesh, pra një kollë që ty të bezdis, një vështirësi frymëmarrje, një dhimbje gjoksi, një djersë që nuk i jep shpjegim, një ngjyrje zëri. Të gjitha këto janë sinjale që ajo çon në mënyrë që ti të drejtohesh tek pra nuk duhen neglizhuar.